Bismillahirrahmanirrahim. Kemi hyrë në 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit. Në këto 10 net ndodhet nata e Kadrit. Kush falet gjatë natës së Kadrit me besim dhe shpresë, i falen gjithë gjunahet e shkuara. Aisha radhiyallahu anha e ka pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam nëse e mbri natën e Kadrit çfarë të them, dhe i ka thënë: thuaj Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Allah, ti je falës e do faljen, më fal mua. Ndaj t'i kërkojmë Allahut falje për gjithë çka kemi bërë për gabimeve, po ashtu të falim gjithkënd që na ka bërë pa drejtësi, sepse Allahu e do faljen. Në të njëjtën kohë, t'u kërkojmë falje njerëzve që ju kemi bërë pa drejtësi, sepse Allahu e do faljen. Kur të shkojmë të falemi gjatë tyre netëve, të kujtojmë kush na ka bërë pa drejtësi, ta falim, kujt i kemi bërë pa drejtësi, t'i kërkojmë falje. Allahu na fal të gjithëve.